Shëndetje. Të nderuar qytetar, deri në mbylljen e kutive të votimit kanë mbetur edhe pak orë, dhe çdo votë juaja ka rëndësi. Në këtë ditë të jashtëzakonshme për demokracinë tonë, secili prej jush ka mundësi të vendosë nëse Shqipëria do të shkojë përpara apo do të shkojë në drejtim të paditur. Prandaj, u bëjmë thirrje çdo prindi, çdo nëne, çdo babai, çdo gjyshi e gjysheje që të mendojnë për fëmijët e tyre, për niprit e tyre, e të dalin dhe të votojnë. I bëjmë thirrje çdo sipërmarrësi, çdo profesionisti, çdo punëtori e fermeri që me mundin dhe djersën e tyre e kanë çuar këtë vend përpara, që të dalin dhe të votojnë. U bëjmë thirrje të rinjve dhe të rejave që besojnë tek Shqipëria moderne dhe europiane, që të dalin edhe të votojnë. Votoni, dilni dhe votoni. Merrni me vete një të afërm, një mik, një fëmijë dhe votoni për Shqipërinë që meritoni. Vota juaj është fuqia juaj. Përdoreni atë. Faleminderit.